Pas lajmeve që qarkulluan në mediat roz mbi një krisje të mundshme me Brikena Selmanin, ka ardhur edhe reagimi i parë nga Mateo Borri. Dyshimet për përfundimin e romancës së tyre nisën pasi dyshja fshiu fotot e përbashkëta nga profile zyrtare dhe hoqi njëri tjetër nga lista e ndjekësve në Instagram, shoqëruar edhe me një postim të Brikenës me një emoji të një zemre të thyer. Mes gjithë këtyre diskutimeve online, Mateo ka zgjedhur të përgjigjet në mënyrë indirekte përmes një postimi në llogarinë e tij në Instastory. Ai ka ndarë një mesazh dhe një imazh nga Elbasani, qyteti i tij lindjes, ku shfaqet i rrethuar nga disa fëmijë, duke e bërë shenjën e paqes me duar. Krahas kësaj fotografie, Mateo ka shkruar vetëm fjalët "një ditë normale në Elbasan". Ky qëndrim i tij i qetë po interpretohet nga ndjekësit si një përpjekje për të treguar se po vazhdon përditshmërinë e tij, larg dramave mediatike, ndonse asnjëri prej tyre nuk ka dhënë ende një sqarim të hapur se çfarë çoi në fshirjen e fotove dhe ndërprerjen e komunikimit në rrjetet sociale. Shumë fansa thonë që kjo gjë dijej dhe se që në fillim ata do të ndaheshin. Megjithatë, ka patur edhe aludime të tjera. Një fqinjë i çiftit në pallatin ku ata qëndronin në Tiranë ka zbuluar përpas skenat e një debati apo ndarjeje të mundshme që ka ndodhur pasditën e së njëjtës. Sipas dëshmisë së tij, rreth orës 4, Brikena është parë duke hyrë e dalë disa herë nga banesa e Mateos për të bërë gati gjërat e saj personale. Gjatë kësaj kohe, Mateo ka qëndruar gjatë gjithë kohës në balkon duke pirë cigare, pa e vënë re dhe pa patur asnjë komunikim apo ndihmë ndaj saj. Fqinji shton se pas rreth gjysmë ore, pranë pallatit ka mbërritur një taksi, shoferi së cilës e ka ndihmuar Brikenën për të zbritur çanta të shumta, ndërsa Mateo nuk ka lëvizur nga balkoni deri në largimin e plotë të mjetit. Kjo dëshmi përforcon edhe më shumë zërat se marrëdhënia mes tyre është mbyllur në mënyrë të ftohtë dhe pa rrugë kthimi. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Kush mund të ketë qenë shkaku i ndarjes së kësaj marrëdhënieje? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur as video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!